Fillon nga e para me Boni Sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është gjemba jote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën përtej kësaj toke. Në Psalmin 23 shkrimtari thotë: edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është te prania e Zotit në atë luginë, por thjesht nga përshkrimi mund të na rrënqethet mishi dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve. Por hijet janë thjesht imazhe të një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burrë që kishte humbur gruan e tij në aksident, mund të jetë i nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoi se sa mirë ishte të kaloje nëpër hijen e tij dhe të mos përjetoje shtypjen e vet kamionit. Prania e Zotit është me ne në luginë. Për më tepër, Jezusi e mposhti vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thotë: o vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse je në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur, ose në ankth për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve, dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.